Të nderuar televizionistë të emisionit Gjurmët, mirë se vini në emisionin e sotëm. Të ngasësh një automjet nuk është vetëm një kënaqësi apo domosdoshmëri e zhvillimeve të sotme, por edhe një përgjegjësi e madhe por çdo njërin prej nesh. Në emisionin e sotëm do të flasim pikërisht për atë sektor ku nis puna për të mësuar se si duhet të ngasësh një automjet, por edhe rregullat e qarkullimit rrugor. Zgjodhëm që të flasim për këtë sektor, pikërisht autoshkollën Laze. Për mëtej na ndiqni në emisionin Gjurmët. Zoti Samir, mirë se t'gjetëm këtu në autoshkollën Laze. Mirë se bini. Unë jam një inxhinier mekanik i profilit sport, mbaruar në vitin 1988. Gjithmonë, ju thash edhe njëherë që jam i profilit sport, jam marrë me automjetet, me parqet, pavarësisht detyrave të ndryshme që kam pasur në ta. Këtu në autoshkollën Laze, sa vjet keni që punoni? Jam mbi 8 vjet që punoj në autoshkollën Laze, jam drejtori teknik i autoshkollës Laze. Ju them që është një autoshkollë e niveleve, siç e shikoni edhe ju, shumë të larta. Pjesëmarrja e kursantëve është gjithmonë edhe rrëpsabinet e rritet. Kjo i takon aftësisë së për sa i përket dhënies së mësimit në ana, nuk them me imi apo të kolegëve të mi, por njëkohësisht edhe grupit të mjeteve dhe të gjithë praktikantëve që vinë në këtë autoshkollë. Zoti Sami, teoria është një nga dy faktorët bazë të kursantit që ndjek një autoshkollë, pra teoria dhe më pas praktika. Sa rëndësi i kushtoni ju kësaj orës teorisë? Ne i kushtojmë shumë rëndësi teorisë dhe po të shikosh në të gjitha treguesit kryesorë të kësaj, autoshkolla jonë mund të them që është e vetme autoshkollë, sepse s'po marr të tjerat që mbi 85% në provimet e teorisë janë kalues. Kjo tregon që ne i kushtojmë shumë rëndësi dhe i japim tepër rëndësi sa i përket teorisë. Teoria është ajo që nesër drejtuesin e mjetit e bën të rregullt, të zbatojë të gjitha rregullat e qarkullimit rrugor. Dhe nga gjithë kjo eksperiencë juaja si lektor në orët e teorisë në autoshkollat ndryshme dhe së fundi këtu në autoshkolla Laze, a keni një rezume pra ku çalojnë të rinjt ose kursantë të ndryshëm për sa i përket sinjalistikës dhe ku ju fokusoni më së shumti që t'ja ngulisni mirë në mendjen e tyre pra që ta mësojnë sa më mirë? Do të kemi diçka parasysh në autoshkolla. Për sa i përket sinjalistikës janë orët më të shumta që përkasin dhe ne i përkasim të gjitha sinjalistikës, duke filluar respektimi që nga ana e policit, semaforit, sinjalet vertikale, sinjalet horizontale, të gjitha të përveçojnë nga ana e drejtuesit të mjetit. I bëjmë këto duke folur nga ana teorike, por njëkohësisht dhe nga ana praktike dhe duke i dhënë në monitor. Këto tregojnë shumë mirë dhe vetë studentët që vinë këtu janë të kënaqur për sa i përket orës e leksionit që japim neve. Duke u bazuar tek eksperienca juaj, me më shumë se 3 dekada në këtë sektor, a keni një këshill për gjithë kursantët që i afrohen autoshkollave të ndryshme, por edhe autoshkollës Laze, pra që ta mbajnë vath në vesh gjatë jetës tyre? Ju them një diçka, të gjithë kursantëve e them. Të vënë autoshkolla, të paraqiten në orët e mësimit, të dëgjojnë instruktorët e teorisë, çfarë thon ata, ti kenë parasysh ato dhe gjithmonë në bazën e tyre, me vërtetimin e tyre, me eksperiencën që kemi ne dhe me dijet e tyre të bëjnë dhe të marrën atë provim me rezultate të shkëlqyera. Zoti Sami, unë të uroj sinqerisht për punën tuaj dhe të falenderoj që morë pjesë në emisionin Gjurmët. Faleminderit e juve, ishte një kënaqësi. Mirë, në bazë të apelit shikojë që keni ardhur të gjithë. Sot do të flasim për sinjalistikën vertikale. Çfarë është sinjalistika vertikale? Është ajo sinjalistikë që është perpendikular mbi sipërfaqen e rrugës, vendoset në krahun e djathtë të karreçatës. Kush është karreçata? Po ja kujtoj edhe një herë. Është ajo pjesë e rrugës që shërben për qarkullimin e mjetit. Vendoset gjithmonë në krahun e djathtë dhe efektin zbatuese ka marrë në sinjalistikë. Çfarë do shikojmë sot? Do shikojmë sinjalistikën vertikale të rrezikut. Që ta kuptoni mirë pse efektin zbatuese ka marrë. Sepse e shikojmë
e studiojnë, e lexojnë, pastaj neve veprojmë. Po t'i shikoni me radhë të sinjalistikë. Ja u këshilloj këtë se i shikoni që do të mbajtën me 2 duar. Po jo fort, në asnjë mënyrë, jo ta kapni që t'u pijen duar, jo ta kapni në mënyrë të atill që juve të tërësitin duar. Por, t'ini nga dishmëri të platë. Pse? Duke goditur, 2 gomat e para, mbajnë mend, janë ato drejtuese që drejtojnë mjetin se si do i bëjë. Zotin Imet, faleminderit që pranove ftesën e emisionit Gjurmë dhe mirë se të gjetëm këtu në autoshkollën Lazë. Faleminderit juve për mundësimin e kësaj interviste në autoshkollën tonë, dhe im kënaqësinë që ju kemi pranë. Pyetja e parë është një retrospektiv, të kujtojmë vitet e para kur u çel autoshkolla Lazë këtu në zonën e 21 dhjetorit, ku vazhdon funksionimi dhe sot e kësaj dite. Mbani mend vitin dhe personin i cili ideoi hapjen e kësaj autoshkolle në kryeqytet. Zoti Bear Lazë është personi i cili në vitet 2000 ka nisur fillesat e tij pranë kësaj autoshkolle, ku në këtë zonë ishte një zonë e panjohur për autoshkollë. Dhe ideja e zotit Bear arrin që në këtë autoshkollë të themelojë një autoshkollë në vitet 2000, ku ka ofruar një shërbim po aq me kulturë dhe me profesionalizëm në të zonë ku ka arritur të mbar një sasi të madhe kursantës në fazat e para. Pikërisht në fazat e para që ju po flisni, cili ishte stafi që rekrutoi zoti Bear Lazë për të punuar këtu në këtë autoshkollë, për të shërbyer pra kursantëve të moshave të ndryshme? Teknikisht një autoshkollë duhet të ketë pranishëm një instruktor teorie i cili do të jetë një inxhinier mekanik i degës transport mjeteve toksore. Gjithashtu duhet një ambient i cili ju e shikoni në vitet e fundit Beari ka investuar dhe ka bërë një restaurim ose kompletim të plotë i cili nuk ka nevojë për fjalë të shumta sepse është një realitet i cili flet vetë. Krahas kësaj një autoshkollë i nevojitet dhe një pjesë tjetër që quhet pjesa e praktikës së disa mjetet të cilët duhen të jenë të standardeve të pajisura me disa teknika të veçanta nga mjetet e tjera. Në fillesat e tij kjo autoshkollë ka filluar me një numër rreth 30-35 kursantë në muaj, e cila duke ardhur, duke vijur më tej, duke ofruar një shërbim korrekt, rigoroz, me disiplinë dhe në kohë reale të një leje drejtimi, ka arritur që ky numër të shtohet vit pas viti, i cili në vitet e fundit ka arritur deri në shifra të cilët ne ishin të pamenduar nga kjo autoshkollë, që shkon në një ndër autoshkollat më emër në Tiranë dhe me numrin më maksimal të kandidatëve për drejtues mjeti. Zotin Imet, të kalojmë në një plan krahasues midis këtyre kushteve që kanë këto klasat autoshkollës Lazë sot, me kushtet e bazët materiale didaktike të viteve të para të funksionimit të saj. A është një krahasim si nata me ditën, ky investim i kohëve të fundit të zotit Lazë? Absolutisht është prezent, ky krahasim është një me termin që përdor ju si nata me ditën, për arsye sepse në fillesat e saj autoshkollat si Lazë dhe autoshkollat si motra të saj në Tiranë punonin me një didaktikë tepër të rënduar, tepër të vjetër ose tepër pa prezente, në shumë autoshkolla s'ka qenë as prezente. Nuk mungonin edhe fletpalosit të cilët mund të tregonin sinjalistikën reale. Më tej, duke ardhur duke u transformuar autoshkolla, duke investuar, rasti konkret, zoti Lazë ka bërë një investim, ndoshta do thoja për masat të mëdha, ku ka pajisur gjithë klasën me monitor, kompjutra të cilët shërbejnë për kandidatët, apo sinjalistikë korekte gjitha në niveleve europiane, me PowerPoint materiale të cilët nuk janë menduar ndonjëherë që të punoheshin me PowerPoint, gjithçka prezantohet si në mënyrë elektronike ashtu dhe në mënyrë mekanike. Gjithashtu, dhe kemi sasi të mëdha të pjesës praktike, ku janë maketet e motorave, të pajisjeve, të agregateve, të cilët i nevojitin një drejtuesi teknik të një autoshkolle për të shpjeguar pjesën teorike. Zotin Imet, sipas mendimit tuaj, në postin që ju keni, si inxhinier dhe si lektor i orëve të teorisë në këtë autoshkollë, cili është sekreti, tembra e akilit për suksesin që arrini ju me kursantët tuaj? Në pjesën e teorisë, eksperienca ime ka treguar, unë kam patur fillesat e mia, mundoja të flisja me një terminologji teknike të nivelit lartë. Mirë po, përballja e drejtuesit teknik ose mësuesit të teorisë që thuhet, përballja me pjesën e kandidatëve të niveleve të ndryshme, apo të moshave të ndryshme, të shkollave të ndryshme, të arsimeve të ndryshme, të mentaliteteve të ndryshme, ndodh që nuk është e lehtë të përballesh pra me një mënyrë të përbashkët me gjithë. Atëherë, drejtuesi teknik duhet të bëjë një klasifikim sipas moshave, sipas klasave të leve drejtimit, apo sipas mentaliteteve dhe disa vetive të tjera. Pra studion dhe psikologjinë e kursantit.
Absolutisht është shumë e domosdoshme, unë jam gati në momente kur pasi përfundoj temën e mësimit, në 10 minutat e fundit, bëj të testin tim, shikoj se ku unë arrita të ndërhyj në pjesën e tjetër të sallës. Thonë Amerikanët është një feedback, shikoj sa ato kanë marrë dhe nga unë dhe sa unë kam përcjell tek ata. Zoti Nimet, një pyetje tjetër logjike është edhe të na sqaroni diçka për kombinimin që bëni ju orëve të teorisë dhe praktikës, gjithmonë sipas legjislacionit të shtetit shqiptar. Mbështetur në normat e kodit drogor të përcaktuara në lidhje me funksionimin dhe administrimin e autoshkollave, janë përcaktuar disa norma të cilët nuk duhet shmangen nga asnjë autoshkollë, bile unë do t'i rëndoj që të respektohet nga gjitha autoshkollat ashtu siç respektojnë pra kësaj autoshkolle në mënyrë perfekte dhe korrekte. Orë të cilit i takojnë për trajtim të një kandidati të teorisë janë 54 orë për kategorinë B, të cilët do të jenë vazhdueshme. Ne bëjmë teori nga ora 17:00 deri në 19:00, bëjmë në 10 para dite deri në 12:00 dhe gjatë kësaj kohe ai trajtohet pjesën teorike. Për secilin klasë ose leje drejtimi ka orë të ndryshme. 15 orë teori i takojnë kategorisë C dhe D dhe 15 orë i takojnë kategorisë C. Pasi kandidati plotson dhe është i aftë, pasi bëhet një farë klasifikimi nga ana jonë, që dikush është i gatshëm që të përfitojë teorinë, apo jo, në qoftë se ai nuk është i aftë, pra nuk nga ana jonë, bëhet një farë testi para prak. Dhe shohim që kandidati është për të trajtuar apo jo në pjesën teorike. Pasi ai paraqitet pranë drejtorisë shërbimit transportit rrugor Degës Tiranë, kualifikohet në pjesën teorike, mandej i lindet drejta që ai të vazhdojë pjesën e dytë, që quhet pjesa e praktikës. Ajo pjesë praktike pastaj ndahet në bazë të një regjistri përcaktuar përsëri dhe ai në bazë kodit rrugor ka orët e praktikës të cilët janë 36 orë. Në këto 36 orë ai merr të gjitha elementet që i duhen nga instruktori praktikës, ku aty përfshihen të gjitha elementet që hypja në mjet, vendosja në mjet, pozicionimi i drejtuesit të mjetit, fillimi i lëvizjes nga vendi, vazhdimi i hyrjes në qarkullim, hyrja me sinjale, dalja nga rruga, shkputje nga vendi, mësohet parkingu, gjë e cila ka finalizuar në marrjen e lejes drejtimi në mënyrë që është në një përqindje goxha të konsiderueshme para kësaj autoshkolle. Zoti Nimet, pas kaq vitesh funksionimit të autoshkollës Laze këtu në kryeqytet, a mund ta jepni një shifër të përafërt se sa është numri i atyre kursantëve të cilët janë pajisur me leje drejtimi nga autoshkolla Laze gjatë gjithë këtyre viteve të funksionimit të saj? Pranë se autoshkolla shkon në numri deri në 100-150 kursantë në muaj. Ky përket klasifikimit të gjitha lejeve drejtimit sipas grupeve lejeve. Pra, kemi pajisje nga 10 deri në 15 persona në muaj të kategorisë A, mbi 30-35 persona të cilët ka pajisjen me lejen e drejtimit kategorisë B. E kështu me radhë, po shkon varion deri në 100-150 kandidatë në muaj. Një pyetje tjetër ka të bëjë me marrëdhëniet që u mbani me drejtorinë e përgjithshme të transportit rrugor me qendër në kryeqytet, pikërisht për Degën e Tiranës. Si mbani marrëdhëniet me ta dhe në çfarë problematikash bashkëpunoni me këtë institucion shtetëror që është dikasteri e pror për autoshkollat në kryeqytet? Gjithçka puna jonë që bëhet në mënyrë të pavarur, pra ne jemi një institucion privat që përgatisim kandidatin, është një punë e cila në fund fare rezultatet i merren atë pranë drejtorisë Degës Tiranë. Kjo marrje, këtij rezultati është pikërisht në përqindje e kalueshmërisë së kandidatëve të cilët paraqiten në pjesën teorike dhe mandej kjo është pjesa që përkushtohet pjesës teorike. Faza e dytë është përsëri e cila është pjesa praktike, numri i kandidatëve të cilët kualifikohen na tregon që shifra është e mirë apo e dobët varet nga pjesa që është punuar e pjesës praktikës. Në pranë kësaj autoshkolle përqindja e cila mund të ketë luhatur për ose kalueshmërinë e cila nuk ka qenë domethënë brenda normave të mira, unë do të jem më i sinqert rreth 85-87% është kalueshmëria e pjesës teorike. Gjë e cila pasohet edhe tek praktika, diku te praktika kemi më pak për arsye sepse janë gjendjet emocionale të cilët shmangin dhe aftësitë e drejtuesit mjetit. Nëse ai shumë i aftë, por përballet ti me një provim praktike, është një emocion i cili nuk e toleron dhe ndoshta është pak përqindje më e ulët. Po pjesa e teorisë është 87% e kalueshmërisë. Zoti Nimet, ishte nder dhe kënaqësi për mua që folët kaq sinqerisht për emisionin Gjurmët. Shumë faleminderit edhe ju.
Të nderuar televizionistë e emisionit Gjurmët, në këtë moment ndodhemi me 2 nga instruktorët e autoshkollës Laze. Ti pyesim këta instruktor për eksperiencën që kanë në këtë autoshkollë kaq me emër në kryeqytet. Së pari i drejtohemi instruktorit me emër Kadriu. Kadri, eksperienca juaj në këtë autoshkollë, sa vjet keni që punoni për këtë autoshkollë? Këtë autoshkollë kam mbi 6 vjet që punojmë. Më përpara kemi punuar në autoshkolla të tjera. Si do duket eksperienca në këtë autoshkollë, puna këtu? Puna është shumë serioze, shumë e mirë, qoftë nga inxhinierët, qoftë nga personeli i autoshkollës, nga pronarë dhe nga instruktorët që marrin pjesë në përgatitjen e njohurive praktike. Si ju duket niveli i autoshkollave shqiptare, me që jeni një instruktor i vjetër, si ju duket këto vite fundit, ka një rritje? Duke folur edhe më specifikisht për autoshkollën Laze. Ka rritje, ka progres, por e keqja e madhe është sepse njohuritë e qarkullimit rrugor nuk aplikohen në shkollat 8 vjeçare dhe të mesme. Pra duhet aplikohen kur nxënësit janë më të vegjël, apo? Patjetër. Ka kursante që vinë thonë tani mësuam se si ecet, ku janë vijet të bardha, ku janë këta. Pra, është një domosdoshmëri që kjo lanë të futet edhe në ciklet e 8 vjeçare dhe të mesmes. Kursantët që kanë kaluar nga dora juaj si instruktori i praktikës, si guidës, si ju janë dukur? Çfarë kërkesë llogarie keni ju ndaj tyre? A jeni i rrep me ta? Po, i rrep domosdosh puna që të bën tjetë i rrep, sepse nuk të lën të bësh 2 herë gabime. Dhe kuptohet me gjuhë komunikimi, me gjuhë tamam siç. Sot ju ndoqëm në një ditë normale pune, ishit me disa kursantë, çfarë itinerari do ndiqni ju sot? Po, sot kishim ecje të lirë, pasi nesër kanë provat, testin. 2 herë në javë kemi testin si autoshkollë, kur kursantët bëjnë normën e tyre 36 seanca, përgatitim ecje të lira, pa komandë, duke bërë korrigjimin e vogël që kanë nevojë, dhe kryesisht heqen emocione, se ngarkohen si shumë ditën e provave me emocione. Dhe së fundit, cila është ajo porosi e vyre që ju jepni kursantëve tuaj, që ta kenë vath në vesh gjatë gjithë jetës tyre si shofer? Kursantët mos thojnë asnjëherë që mora kartonin dhe u bëra shofer. Zanati shoferllikut mësohet tërë jetën. Edhe të studiojnë ligjet dhe rregullohet kodin rrugor, kryesisht me ndryshimet që pëson. Faleminderit dhe të uroj sukses. Faleminderit edhe për ju. Një tjetër instruktor i autoshkollës Laze, ai zoti Hysen Belliu. Zoti Hysen Belliu, na flisni dhe për eksperiencën tuaj. Nga mosha ju shohim në një moshë pak a shumë mbi 50-at. Po, me fjalë kam filluar punë me fjalë që në vitin 78 si shofer. Në monizëm kam punuar me Skod, me Zis, me Gaz Pestanjish, me lloj mjeti që ishin atë kohë. Në demokraci kam punuar me autobus, shofer linje Skrapar Tiranë 2 vjet, pa ndërprer fare. Pastaj fillova me autoshkollë. Kam bit 13 vjet që merrem me këtë punë. Tu në autoshkollën Laze këtë eksperiencë keni? Kam qenë me autoshkollë tjetër. Kam afërsisht 5 vjet me autoshkollën Laze. Autoshkollë serioze, autoshkollë që ka kërkesë llogarie, qoftë nga inxhinierët të japin teorinë, qoftë edhe nga instruktorët e praktikës, janë shumë njerëz të mirë. Ata që bëjnë teori me fjalë kursanti, merr njëri në teori sinjalistikën rrugore, plus që o themi dhe ne ecje të lirë në rrugë. Cili është sekreti i punës tuaj, pra, të instruktorit? Cili është ai sekret, thembra e akilit, në cilën ju e keni si parasysh në gjithë punën tuaj? Sekreti i instruktorit është me fjalë instruktori t'ia shpjegojë të tëra kursantit me fjalë nga me e vogla deri te më madhe, se ky është një zanat që nuk ka fund. Nuk çdo ditë mëson një gjë të re me fjalë. Qoftë për ecje të lirë, qoftë për malore, qoftë për parkim, se këtu me fjalë bën të tëra elementet që i bën kursanti. Përsëri mes instruktorëve të autoshkollës Laze, Stefani është njëri prej tyre. Stefan, na tregoni diçka për eksperiencën tuaj në autoshkollën Laze, si instruktor. Në radhë të parë, faleminderit televizionit tuaj për intervistën. Është një autoshkollë me shumë me emër, jemi shumë të kënaqur nga stafi, nga inxhinierët, sidomos që është një nga gjërat më kryesore të formimit të një studentit, të një kursantit. Eksperienca e juaj këtu kur fillon? Sa vjet keni? Çare. 5 vjet. 5 vjet kemi në këtë autoshkollë. Autoshkolla Laze. Në rolin e instruktorit, si arrini t'i shuani emocionet e kursantit kur ai mëson të ngas makinën? Emocionet janë të ndryshme, sidomos kur e nxjerr një kursant në rrugë dhe shikon që aty shikon frutin tënd të punës që është bërë gjatë gjithë kohës, normalisht që ka edhe jo kënaqësinë e vet. Vërtet është një punë shumë e vështirë, do një përkushtim, do një qetësi absolute,
Përveç vështërsive që kemi në rrugë, mbiles do doja të bëja edhe një apel dhe kam vërtet të bërë një apel, do t'ju lutem qytetarëve mos na i bjen borjeve në mbrapatjen të dërushme. Jo më kot është ka një tabel autoshkollë që tregon që do të kesh për kujdes, do na japin përparësi. Gjithë kemi vënë re, po është mangësi e jona kjo po. Mangësi shumë e madhe, na shqetësojnë. Imagjinoj je duke punuar me kursantin, normalisht i bie borjes, është një shqetësim shumë i madh. Është vërtet mendojnë sikur aty është vajza e tyre, djali i tyre. Është një problem shumë i madh. Dhe një tjetër instruktori i autoshkollës Laze. Eksperjenca juaj në këtë autoshkollë është diçka më e re, apo jo? Sa vjet keni? Unë quhem Arti Zulfo, jam instruktor më i ri i autoshkollës Laze. Autoshkolla e përbet për 22 instruktorësh, unë jam një ndër ata më të rinjt, që po bëj një vit si instruktor. Kemi një staf prej inxhinierash, 3 inxhinierësh të përber. Kemi presidentin e autoshkollës Bar Lazen, që e falenderoj jashtëmase. Si është dita juaj e punës? Po? E punës fillon me paraqitjen tek autoshkolla, tek godina e shkollës, marrjen e nxënësve dhe dalja në rrugë për praktikën e përditshme. Si e keni parë rritjen e numrit të kursanteve femra gjatë viteve të fundit, për të mësuar edhe ato të ngasin makinën? Njën jo pak, po janë shumë në rritje edhe e kursanteve femrave, që kanë dëshirë ta mësojnë makinën. Është kjo një rritje e emancipimit të shoqërisë pra? Po, se s'bën, është një rritje e emancipimi, do thotë që për shembull, sot nuk është me luks makina. Sot e është një mjet i domosdoshëm, patentën e duhet ta marrin të gjithë. Në këtë moment ndodhemi me 2 nga kursantët e autoshkollës Laze. Ti pyesim vetë ato për eksperiencën që kanë në këtë autoshkollë. Së pari i drejtohemi Zënjush Kledjas. Kledja, na tregoni diçka nga eksperjenca në autoshkollën Laze. Në çfarë faze të guidës jeni? Jam në fazën e praktikës, në javën e fundit dhe pak kam përdhënë provimin. Kam bërë 20 ditore teorinë te autoshkolla Laze. Çdo gjë ka shkuar mirë deri tani, mësuesit janë shumë të mirë, shpjegojnë jashtëzakonisht shumë mirë. Shpresoj tani që ta fitoj, domethënë. Sipas vështirësisë teorinë e kaluat me më shumë vështirësi, me lehtësi dhe çfarë shikoni për provimin e guidës, praktikës? Ka pasur ato vështirësitë e veta, sepse edhe pyetjet nuk janë të thjeshta, kërkojnë një vëmendje shumë të madhe, normalisht sepse të gjitha tabelat nuk është se mësohen shumë kollaj, por që kam arritur ta marr, domethënë, mësuesi që shpjegon është jashtëzakonisht shumë i mirë, shpjegon deri në detaje, kështu që çdo gjë ka kaluar shumë mirë. Sa eksperjenca nga guida që keni deri tani? Nga eksperienca si të duket, domethënë të ngasësh një automjet? Shumë mirë, domethënë, nuk e mendoja që si eksperiencë e parë, dëshira për të mësuar, për të pasur patentën, makinën, është deri tani ndihem shumë mirë, domethënë, nuk e mendova që do arrija të mësoja kaq mirë makinën. Falenderoj shumë dhe të uroj sukses. Edhe juve, shumë faleminderit. Përsëri me një nga kursantët e tjerë të autoshkollës Laze, ai është Gledisi. Gledis, po ju në çfarë faze të guidës jeni? Unë jam në fazën përfundimtare dhe doja provimin për një javë, besoj, ose pas vitit të ri. Kërkoni jetën e përditshme, çfarë bëni, studioni? Studioj për drejtësi në Fakultetin e Drejtësisë. Me që studioni dhe në Fakultetin e Drejtësisë, çfarë përgjegjësie ndjeni ju si një qytetar i arshëm që të ngisni një makinë në rrugët e Shqipërisë? Mendoj se kam përgjegjësi pak më të madhe, sepse i shikoj njerëzit që kalojnë në rrugë ose subjektet e tjera, makinat, pak me vështirësi, domethënë nga mënyra e gjykimit. Si student i Fakultetit Drejtësisë dhe inxhinierist i arshëm, a duhet të jepni ju pikërisht shembullin personal për ngjarjen e një makine në mënyrën më qytetare, më të rregullt? Besoj se po. Ndodhemi në mes të kursantëve të autoshkollës Laze. I drejtohemi sërish Zonjush Varvarës. Varvara, ju më thatë në një bisedë paraprake që ishit në javën e parë të guidës, apo? Po, unë jam në javën e parë, domethënë kam vetëm 5 ditë që kam filluar dhe është shumë mirë që të jesh te autoshkolla Laze. Cilat janë emocionet e para që keni ndjer kur keni hyrë për herë të parë në makinë, pra për ta ngarë makinën, me që jeni ditën e 5 të saj? Në makinë kam hyrë për gjatë gjithë jetës time, ndërkohë që për të ngarë makinën e kam marrë për herë të parë te autoshkolla Laze dhe kjo domethënë ishte një emocion i veçantë, është ndryshe të jesh shofer dhe ndryshe të jesh pasagjer. Mua më pëlqeu shumë, domethënë e kisha me shumë dëshirë, duke qenë se e kisha me dëshirë, jam e prirur më duket. Tani çfarë keni mësuar për ngarjen e makinës? Pra, ecni në një rrugë fushore, jeni lirshme? Deri tani kam mësuar të eci në një rrugë të drejtë, domethënë lëviz me anën e sinjaleve, ndëroj marsha, domethënë janë hapat e para se si bëhet nisja e makinës, ecja.
Keni ka përcyer emocionin e parë? Besoj se po, unë eci me një moto që emocionet nuk janë për mua janë provat. Më thatë përsëri që jeni studente gazetarisë. Sa e përgjeshme do t'jeni ju në të ardhmen kur të ngisni një makinë tuaj? Sigurisht që do t'jeme përgjeshme, këtë neve dhe na mëson, dhe jo ne, po është detyra çdo njeriu që ecën me makinë dhe është shofere, drejton këtë automjet, duhet të jetë i përgjegjshëm. Dhe në të ardhmen mendoni që të vazhdoni të ushtroni profesionin e gazetares? Që studioni për gazetari? Sigurisht që po. Shikoni veten diku me një makinë të vogël duke bërë reportazhe nëpër Shqipëri? Pse jo, reportazhet është një zhanër mediatik që mua më pëlqen shumë dhe do të doja shumë që duke udhëtuar, domethënë reportazhi bëhet vetëm duke udhëtuar në pjesën më të madhe të kohës dhe do doja shumë që të bëja reportazhe duke ecur me makinën time. Faleminderit, uroj sukses. Faleminderit ju. Një kursante tjetër është dhe Zonjush Meli. Ta pyesim Melin për eksperiencën që ka në autoshkollën Laze. Meli, eksperienca e deri tanishme në autoshkollën Laze. Atëherë, unë kam diku 3 javë ca që bëj praktikën dhe ndjem shumë mirë, domethënë, sidomos me instruktorin është një person që shumë i përgatitur dhe domethënë na ka ndihmuar shumë. Domethënë, ditën e parë që kam filluar nuk mendoja që mund ta mësoj makinën, kisha shumë emocione. Mendoja që nuk është për mua, por që me kalimin e ditëve duke filluar që nga dita e dytë, ndihesha shumë e sigurt, fillova të mësoja të ecja, ndrimin e marsheve që është çik më vështirë, të jesh pak në trafik, tani kemi filluar parkimin, edhe kështu që jemi mirë. Ndërsa teoria si ka kaluar provimin e teorisë për ju? Teoria kemi pas një profesor shumë të përgatitur, domethënë kaloi mirë, ditën e provimit kisha shumë emocione, mendoj që jo do e marr, por që kaloi mirë, e mora mirë, isha shumë e lumtur domethënë. Këtu i ka ardhur fundi emisionit Gjurmët për ditën e sotme. Ju kujtojmë se folëm për autoshkollën Laze këtu në kryeqytet. Miru pafshim në një emision tjetër.